pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi ditën e sotme në kanalin Monitor TV. Me mua Tiron Alilin për të komentuar dhe për të analizuar ngjarjet, për të analizuar të gjitha lajmet. Fifi dhe Egli ditën e sotme janë në shënjestër. Unë realisht nuk dua dhe t'i prek edhe shumë, por publiku ma kërkon këtë gjë. Më shkruaj non-stop, Tiron analizo, Tiron a jep detaje, dhe unë mundohem që të jap detaje më të hollësishme në raport me Fifin edhe me Eglin. Është të thënë, hamencohet, janë thashe theme, që Egli ka bërë një kontrat herën e parë kur doli nga shtëpia Big Brotherit me Fifin, që në momentin kur ajo do të del përfundimisht nga Big Brotheri, të bën një këngë, 2 këngë, 3 këngë me Fifin. Thuhet që edhe Egli ka patur një zënk me Gjestin, sepse Gjesti ka dashur që ta merr Eglin në menaxhimin e tij, do me thënë, të jetë në menaxherët e tij, por Fifi ka patur një kontratë me Eglin, le të themi, dhe ka vazhduar me SBS-in. Sot çdo gjë është mbyllur. Momentalisht nuk ka asnjë lloj shpjegim për këtë raport. Vajzat kanë filluar përditshmërinë e tyre. Postimi i parë që Fifi bëri dje ishte me Krisa Çavushin, ndërsa Egli nxori në mbështetje të kombëtares shqiptare. Është për të befastuar fakti se si shkojnë marrëdhëniet, do me thënë Egli tha që unë nuk kam takuar njeri dhe më pas doli që të rezulton që Egli ka bërë një kontratë me Fifin. Okej, nuk është kjo për të çudit. Tani lindën pyetja se kush ka fituar në shpinën e kujt. Shumica thonë që Fifi ka fituar në shpinë të Eglit, Egli thotë që Fifi, do me thënë, tjerët thonë që Egli ka fituar në shpinën e Fifit. Unë nuk do doja ta quaja fitore këtë në shpinën e tjetrit, do me thënë se s'është kjo fitore, sepse bashkëpunimi ka qenë i tillë, sepse kënga jetë, pa marrë parasysh se si do shkon marrëdhënia e të dy gocave, kënga jetë është një këngë që ka marrë shumë vëmendje, është një këngë që ka marrë shumë klikime, do me thënë u punua bukur, erdhi bukur, erdhi në formën më të mirë, ishte shumë interesante te publiku, dhe tani për formën artistike që Fifi e solli Eglin në skenë, kjo është për të duartrokitur, se unë mendoj që Fifi punoi pafund së bashku me Imagjine e të gjithë kompaninë e madhe të SBS-it që punuan për këngën Jetë. Do me thënë, kënga Jetë është një këngë që do të mbetet gjatë në memorje, në kujtimin dhe në artin shqiptar. Më falni. Ndërsa, tek pjesa e Eglit, mendoj që e shpejtuara ishte tek projekti i dytë, sepse projekti i dytë u postua tek kanali i Fifit në YouTube, do me thënë ishin 2 këngë të bashkuara, nuk e kuptoj pse 2 këngët erdhën në të njëjtën kohë të bashkuara, kur kishin mundësi të ndahen njëra 3 minuta e tjetra 2 minuta e gjysmë për shembull të ndahen në 2 kanale, dhe mendoj që do të ishin në rregull të 2 gocat, por marrëdhënia tashmë siç duket ka përfunduar. Ka nga ato që thonë që ka patur vetëm kontratë të vogël për 2-3 këngë, unë nuk e besoj, se zakonisht kontratat kur shkojnë janë afatgjate, dhe Egli edhe në Goca dhe Gra ka fol me shumë respekt për Fifin dhe për punën e Fifit dhe për zgjuarsinë që Fifi ka, që unë nuk e vënë në dyshim, domethënë që Fifi vetëm hite di të bëj, asnjë gjë tjetër, vetëm hite. Dhe për këtë rast, domethënë gocat ndoshta kanë patur dhe problemet menaxhmentit, patjetër që vetë në mes paraja. Egli tani do të vazhdon me shumë intensitet, nuk kemi një deklaratë nga Fifi, nuk e kanë hequr njëra tjetrën nga Instagrami, por që pas kanë patur një kontratë të nënshkruar që në kohën e parë kur Egli ka dalë nga Big Brotheri, edhe në vazhdim, kjo do me thënë që nga një fakt i vërtet, dhe prandaj dhe Egli ka bashkëpunuar dhe ka vepruar me Fifin. Afërsia mes Eglit edhe Fifit ishte e dukshme, për shembull në ditëlindjen e Loredanës 2 gocat shkuan menjëherë dhe u larguan menjëherë nga ditëlindja. Do të thënë e kanë jetuar çdo moment dyja së bashku, por kjo shoqëri nuk ishte shumë afatgjate, u shkatërua. Këto janë fjalë që fliten lart e poshtë, fjalë që thuhen lart e poshtë, që do të thënë thjesht ka qenë një kontratë dhe Egli nuk ka dashur që ta rrezojë këtë kontratën në tokë, sepse Fifin e ka patur një mike dhe ka dashur ta ruan në shoqërinë e tyre,
por fajtore në këtë mes nuk mund të jetë Fifi. Këtu ka menaxher, ka producent, të cilët kanë punuar për këto dy artiste, sepse në qoftë se kjo do të quhet një dështim për Eglin në karrierën e saj që t'i prishet kënga nga YouTube-i, automatikisht është një dështim dhe dëmtim edhe për Fifin, sepse edhe Fifi është artiste në këtë mes, kënga ishte e përbashkët, kënga ishte dyshe, dhe në qoftë se janë dëmtuar të dy vajzat në të njëjtën kohë. Unë do të pres informacione të tjera në rast me këtë situatën, do me thënë shumica e shqiptarëve e përdorin pak edhe këtë pjesën e danjës, që Danja ka dashur të përfiton nëpërmjet Eglit. Unë nuk mendoj që Danja përfitoi diçka, Danja ka qenë konstante edhe koherente që në ditën e parë kur ka hyrë në Big Brother. Nuk mund të them që unë Danja bëri një lojë të përbashkët, nuk mund të them që Danja bëri një lojë duke përdorur të tjerët, Danja bëri një lojë të vetme. Mendoj që ka patur fokusin e të gjithë banorëve, sepse Danja e ka këtë yllin. Don s'don, Danja e merr fokusin, do të thënë Danja e merr vëmendjen. Dhe unë nuk mund të them që Fifi përfitoi nga Egli, sepse po të kishte përfituar Fifi nga Egli, Fifi do nxirrte këngën e parë me Eglin bashkëpunimin, nuk do nxirrte këngën solo për t'i dhënë fuqi Eglit si artiste, sepse mendoj që kureshtja ishte më e madhe të shikohet kënga e të dyjave, sepse ashtu transmetua në fillim, vinte një bashkëpunim, nuk vinte një këngë solo. Por mendoj që marrëdhëniet aty ku është leku, zakonisht, dhe sidomos kur ka shumë klikime, siç është rasti i Eglit, Fifit apo Gjestit, do të thënë histori që ne kemi dëgjuar këtë në Big Brother nga ana e Gjestit që mi mori lekët, u largua etj. Do të thënë këto janë fenomene të cilat vazhdojnë edhe i shoqërojnë artistët tanë shqiptar nga persona të ndryshëm, duke mos cilësuar emrin e asnjërit. Por gjithsesi unë mendoj që nuk kam përfituar Fifi, nga që Fifi është një imazh që ka emër, ka art, ka bagazh, ka këngë, dhe nuk ma merr mendja që do merrte një personazh për të përfituar. Por thjesht një shoqëri nisi dhe kjo shoqëria përfundoi. Ndoshta mund të jetë një shoqëri e vazhdueshme në vazhdim, kjo gjë nuk dihet.